Se çdo të premte fiks në orën 8 Në andale what the fuck you pray Thashe theme ti gjen aty Gjen dhe këtë misin me dy sy O zot Fatos të lutem mos këndo më kur Bëje këtë ndër për veshët e mi Unë nuk jam këngëtar, jam tekst shkrues Që kur ke filluar je kështu tekst shkrues këngëtar kompozitor Ka marrë disa oferta dhe thash pse jo Se jo do tregosh talent Fatos i tha si të bëhem unë i pastur Tha po i futem këtij biznesit synet liçe dasma fejes Do presi Fatosis Do presi vetëm montazh për do presi Ju lutem mos të dalim nga tema sepse cila është tema sot janë çifte të cilat kanë qenë bashkë por nuk e pranuan kurrë. Nuk e kanë konfirmuar kurrë që kanë qenë në një lidhje, por Ne dim diçka. Por zërat kanë qenë gjithmonë aty për ata. Shiko, ne jemi shumë të hapur me publikun dhe ne këto gjëra nuk i shpikim, po i kemi lexuar në për portale dhe është e shkruar e zeza mbi të buar. Është shkruar. Ne nuk e vëm dot dorën zjarr që sa të vërteta janë këto lajme, po ne thjesht i kemi parë dhe i kemi marrë. Dhe çifti, se mos bëjmë thashë. E vërtet miska. Dhe çifti i parë që flitet që kanë qenë bashkë është Flori Mumajesi dhe moderatorja Liberta Spaju. Në fakt në një artikull të Balkan Web në 2020 thuhet që çifti ka pasur një lidhje të gjatë mes tyre, e cila ka nisur me një unaz, më pas është aluduar për një ndarje, mirë po ka arritur deri në propozim këngësh romantike, kur ka qenë Flori në një koncert e ka parë Libertën dhe kanë thënë jam me fat që të kam pranë duke e bërë moderatoren të emocionohej në prani të miqve. Unë kam dëgjuar edhe që Flori një periudhë kam përshtypjen filloi të u zhvendos nga Tirana dhe jetonte në Prishtinë. Nuk e di se sa e vërtet është, po mund të ketë qenë Liberta një nga arsyet. Unë për këta të dy kam pasur gjithmonë pikpyetje, nuk besoj se kanë qenë çift. Por janë fotografuar bashkë në evente, në ditëlindjen e saj. Dhe është parë dhe një ftohtësi e Libertës ndaj Elvanës, ndoshta për një xhelozi? Kjo nuk dihet. Asi është përgjigjur Elvana, 60 pyetje nga prive. Prandaj është mërzitur. Ndoshta. Dëgjoj, unë nuk e di se sa i habitur mund të kesh qenë ti Kostian me këtë çift që Fatosi sapo tha, po jam e bindur që me këtë çift që do të them unë ti do habitesh shumë. Lej Kraja dhe Shako Hoxha. Vërtet? Seriozisht? Kujdo që unë ja kam thënë këtë si informacion ishin seriozisht e keti, ata të dy janë çift. Unë nuk e di se sa i vërtet mund të jetë ky lajm, thjesht kam parë disa lajme nëpër portale që ata të dy supozohet që janë një çift, madje edhe që kanë nisur bashkëjetesën. Njëja e tyre thuhej në lajm që kishte nisur nga programi Super Sport në digjital, ku Lej ka qenë një gazetare sportive, Shako Hoxha dihet se me çfarë merret. Aty janë njohur, Shako Hoxha më pas thuhet në lajm që është divorcuar dhe bashkëjeton tashmë me Lej Kraja. Më duhet të marr Flori Thoma në telefon. Shumë sport për mua. Ky lajm është në 2022, kështu që është disa vite përpara. Nëse është i vërtet ky lajm i bie që ata të dy janë shumë të mirë për ta mbajtur të fshehur. Ndoshta është thjesht një thashë them për portalet të cilët japin emra thjesht për të marrë disa klikime. Ka pasur gjithmonë thashë theme, ndërkohë edhe një çift që prezumohet që ka qenë bashkë është edhe Luana Vjollca dhe Krenar Cocaj. Më thënë shumë njerëz shprehin që din të sigurt që këta të dy kanë qenë së bashku, këta dy personazhe, por nuk ka qenë asnjëherë asgjë e konfirmuar nga ata të dy. Pra normalisht ka pasur shumë ngacmime portale, por ka qenë gjithmonë në kuadër të thashë themeve. Thuaj që lidhja e tyre ka qenë shumë e gjatë. Dhe derisa dhe serioze absolutisht, pra ka arritur edhe në fejes, nuk e di diçka e tillë, derisa u përfolën që edhe për një ndarje. Nuk e di, pat për shembull këto postimet e Luanës kur Krenari u aludua që ishte në pushime me Ibiza me partneren e tij të re, Endi Demnerin, edhe më pas shkoi dhe Luana në Ibiza dhe ishte disa story. Për ta bërë xhelos, po Luanës unë jap dorën sepse ka arritur ta mbaj shumë mirë private jetën e saj dhe nuk ka bërë skandale, mund të kenë ngacmuar tek tuk portalet me lulet me gjërat, po jo që ta bëj publike. Ndërkohë një çift tjetër i cili flitej që kanë qenë bashkë është Kiara dhe Butrinti, që tek ajo puthja që Kiara i bëri në faqe Butrintit tek Selekti, e deri te klipi që ajo ishte pjesë e Butrintit nuk i kishte dal as mjekra atëherë, ishte kështu i njohur voçkel. Dhe të dy janë përfolur shumë. Fansat e Butrintit janë të bindur që ato kanë qenë bashkë. Kiara hyri në Big Brother. Aludimi më i madh ka qenë kur hyri në Big. Kiara. Sepse Butrinti postoi një foto me kuror. Por dhe në intervista të fundi, më kujtohet një intervistë që ajo ka bërë te Rudina bashkë me nënën,
E nën kuptuan pak a shumë që kishte qenë në lidhje, sepse nëna tha, nuk ishte lidhje serioze dhe ju kthy Kiara. Si më nuk ishte lidhje serioze? Si më grus ishte lidhje serioze? Nëna me sa duket ka qenë fan se Butrindit, ka qenë e Luizit, kështu që. E dinte nona që atëherë. Një lidhje tjetër serioze që përflitet në showbiz, po që kur nuk u konfirmua, është lidhja që mund të ketë pasur Era Istrefi me menaxherin e saj Faton Shoshi. Po, dhe thuhet që u ndan kur Era nënshkroi kontratën me Sony Music dhe shkoi në Amerikë. Pas këngës Bom Bom, domethënë që u bë super virale dhe ajo nënshkroi kontratën dhe u largua, aty përflitet që mund të qenë ndarja. Gjithçka ndryshoi kur Ledri Vula u fut te Faton Shoshi. Ore, Faton Shoshi është përfolur disa herë, është përfolur dhe për një lidhje me Dafina Zeqiri. Fatoni me Dafinën? Po, është përfolur. Vite përpara është përfolur Fatoni. Fatoni është show, i pëlqejnë vajzat e showbizit. Një kapele zezi. Ka faj se janë të bukura, janë yja. Absolutisht. Por meqense jemi tek Fatoni dhe unë përmenda pak Ledrin, kam bërë një rubrikë të plotë për ata të dy të detektivët, është Ledri me Gjensila. E vërtet. Nuk e di a ka ngelur më. Unë realisht mendoj që xha janë një çift, thjesht duan të mbajnë çik të suspancën. Unë nuk mendoj që janë. Unë mendoj që janë çift absolutisht. Unë mendoj që Fatoni është një skenarist dhe super menaxher i mirë dhe ka bërë këtë historinë për të shitur. Si shpreh Gjensila për Ledrin në aq pak njohje që mund të kemi, duke qenë se ajo vajte tek pjesë u bë dhe pjesë e labelit të Fatonit. E vërtet. Nuk e di, mendoj që ka, por më pëlqejnë. Andale!